ndershëm, mirëmbrëma Llakavicës, lejoni pikë pari t'ju përshëndes dhe t'ju përgëzoj për këtë masoritet të madh që keni ardhur sonde, të ndëgjoni mesazhin e Rilindjes Demokratike Kombëtare, të ndëgjoni mesazhin e Rufi Osmanit dhe këtë mesazh ta përcjellni edhe te njerëzit tjerë që nuk mund të hinë, janë jashtë, po edhe te njerëzit tjerë që nuk kanë mundësi për arsye objektive ose subjektive që të jenë sonde prezent. Përcjellja këtë mesazh gjithkundi ku ju jeni prezent, gjithkundi ku do të mund ju ta përcjellni këtë mesazh se Rilindja Demokratike Kombëtare ka fuqi, Rilindja Demokratike Kombëtare fuqinë e vet e nxjerr nga popullata dhe atë fuqi që do ta fitoni dhe energji sërish ja kthen popullatës shqiptare në përgjithësi. Të nderuar Llakavicës, më lejoni të përcjell mesazhin tim për sa i përket këtij takimi. Unë besoj se ju keni pas hapësirë, keni pas mundësi dhe kohë që të shihni çdo lider politik, çdo parti politike ku ka qenë prezent në pushtet që një farë mënyre të prezentone dhe të përfaqësoni shqiptarët ashtu si duhet. Keni pa hem njërin, keni pa hem tjetrin, keni pa këto që janë në pushtet për 12 vite radhazi, duke mashtruar dhe duke gënjur tanë kohën popullatën shqiptare. Unë kam filluar tani që të nxjerr në rrjetin social të gjitha rrenat që këta njerëz i kanë përcjell në platformën zgjedhore të vitit 2011-2014. Nga ajo platformë zgjedhore, nëse e vëreni, unë vetëm dali me epizoda duke i prezantuar në rrjetin social të gjitha rrenat dhe mashtrimet të këtyre njerëzve. I kam identifiku 169 rena të këtyre njerëzve nga kjo platformë zgjedhore 2011-2014 dhe këto rena mund të paramendoni se çfarë kanë rrenë, se do të ndërtojnë central bërthamor, se do të ndërtojnë central me diell, se do të ndërtojnë central me erë. Unë nuk e di se për çfarë centrale e kanë fjalën këtone. Këta njerëz kanë premtuar se do të ndërtojnë 200 hidrocentrale. Këta njerëz kanë premtuar se kompanitë shqiptare do të ndërtojnë këto 200 hidrocentrale. Unë nuk e di, a keni vërejt ju, a e din këta njerëz se çdo të thotë central bërthamor, a e din këta njerëz se çdo të thotë central me diell, a e din këta njerëz se çdo të thotë central me erë. Këto centrale me erë unë vetëm i pam me profesorin e nderuar, i pam në Austri, i pam në Vjenë, i pam, por nuk e di unë e këndia, keni patën një central me erë, ato mullin që krijojnë energji elektrike. Do thotë 169 arena të mëdha të këtyre. Është shumë në rëndësi që këtyre njerëzve t'u thoni bollë e rejtët popullin shqiptar. Shifni tash, në programin e ri 2014-2018, do thotë unë ju prezentova juve 169. Tani premtojnë 1081 projekte të reja. Vetëm dëgjoni pak me vëmendje, 1081. Nëse çdo ditë këto realizojnë nga një projekt, u duhen 3 vjet për të realizuar 1081. Paramendoni, ja mund të realizohen çdo ditë nga një projekt për të realizuar 1081 projekte. Këto leja që s'u kanë realizuar 169, tani duhen të realizojnë 1081 projekt. Një nga ato projekte është se do të punësojnë 60.000 veta. 60.000 veta nuk mund as Gjermani, as Austria, as Amerika nuk mund të punësojnë, nuk të njerëz të punësojnë 60.000. Prandaj është koha që t'u thoni stop këtyre rrenave, mos e mashtroni popullatën me punësime, se nga rend mas se ne do të punësojmë. Bollmo me 1081 projekte. 1081 projekte mund të ketë vetëm Gruevski që i realizon në Maqeninë Lindore, po nuk kemi 1081, po nuk kemi as 81, po as një projekt në vendbanimet shqiptare. Më tregoni një fabrik brenda këtyre 12 viteve që u hap në vendbanimet shqiptare. Ku ai shirit që e kanë prej këto njerëz për 12 vite? Sa punësime kanë bërë këto në këto fabrika në vendbanimet shqiptare? Ma tregoni sa vetë Pillokovice janë punësime në këto fabrika. Ku janë këto fabrika? Nëse këta njerëz mendojnë se për 12 vite mund të realizojnë vetëm pare për xhepat e vet, atëherë u qoftë për hajër atine, po mos gënjejnë, mos mashtrojnë popullatën shqiptare. Bollmo me rena, bollmo me mashtrime, se nuk shkohet as në xhenet, pa as kërkundi tjetër nuk shkohet me rena. Është koha që do themi stop me 27 e prillit, edhe unë besoj se me rrethimin e numrit 6, ju njëre për gjithmonë këta njerëz do t'i çojmë atje ku kanë erdhur. Le të shkojnë atje, le të marrin pension për atë që janë identifikuar, doktorët që i kanë identifikuar, prandaj është mirë t'i çojmë prapë atje nga kanë erdhur.
Unë dëshiroj sonte me ju të ndajmë disa shqetësime, brenga të flasim hapur për ofertën tonë, për të bëmet tona dhe për atë që tha profesor Veseli për gënjeshtrat dhe mashtrimet e radhës që u ofrojnë të tjerët. Mendoj se periudha për 22 vite ka qenë mjaftueshme që ju t'i dalloni politikanët që flasin të vërtetën, që kanë dije, që kanë moral dhe që janë të sinqert me popullin e vetë. Dhe ato të tjerët të cilët vazhdojnë të mashtrojnë, vazhdojnë të jenë shërbëtor dhe izmeqar të politikanëve Maqedonas dhe të cilët vinë dhe bashkëbisedojnë me ju vetëm kur ju duhen votat tuaja. Këto ditë ne ndëgjojmë një këngë të vjetër të një politikani i cili na e ritregon një prall të vjetër. Dhe atë prall e tregon me mendësin e ti marksiste dhe leniniste, ose më saktë enveriste, dhe na doli para do ditësh dhe na tha, shqiptarët nuk pas ka nevojë për ma shumë parti, ju duhe ka një parti e ati dhe një tjetër e cila do e këndon këngën e opozitës. Dhe se në këtë mënyrë, kjo parti ati do realizon ka aspiratat dhe të drejtat e shqiptarëve. Ju kujtohet dikur këndoheshte një këngë, që ai e ka këndu shpesh, parti enver jemi gati kur do erë. Unë them se ki njeri që në bindje është një komunist tipik, nuk ka të drejtë shqiptarëve të arikthen komunizmin. Ki njeri është udhëheqës i një partije që duhet quhet Bashkimi i Komunistëve, jo Bashkimi Demokratik. Të nderuar antar dhe simpatizant të RDK-s, më e kërcënuar nga çdo gjë është demokracia. Është e drejta e çdo njërit nga ne të flasim lirshëm, mendojmë lirshëm, veprojmë lirshëm, se pikrisht është ky grupacion i cili na i falsifikon të kaluarën, i cili na i dhunon të tashmen dhe i cili na i harxhon të ardhmen. Kur jap këto konstatime, dëshiroj t'i ndaj me ju këto argumente. Ka 10 vite që janë në pushtet, u përmend nga profesor Veseli. Gjithmonë në çdo cikël zgjedhor kanë dhënë premtime të shumta, kanë folë për projekte. Mirë po, këto çdo vit u kanë hyrë në hak shqiptarëve që si kanë marrë së paku 70 milion deri në 100 milion euro investime kapitale, para publike që ne i paguajmë në buxhetin e këtij vendi dhe këto s'kan qenë të Zotit që ato para t'i marrin nga buxheti dhe t'i investojnë në vendbanimet shqiptare. Nëse këto i numroni me 10 vite qeverisje, bëhet fjalë për një dam që shqiptarëve u kushton 700 milion deri në 1 miliard euro. Imagjinoni me këto para ne i kishim zgjedh të gjitha problemet që i kemi në infrastrukturë, arsim, kishim bërë zona ekonomike, teknologjike, kishim pru investitor nga jashtë, kishim hapur vende të reja pune dhe kishim mundësu që rinia jonë të ngelje këtu dhe të mos emigron në botën e jashtme. Nëse krahasoni fjalimet e këtij njeriu dhe ekipës së tij, flasin për do histori të vjetra dhe të reja, flasin për do pralla të reja dhe të vjetra politike, po kur nuk flasin me popullin e vetë, me popullin ton, me argumente konkrete ekonomike. Ne u kërkojmë llogari për këto qindra miliona euro para të humbura të shqiptarëve. Ne u kërkojmë llogari për mbi 650 milion euro para që u janë dhënë bujqve Maqedonas dhe që nuk është dhënë asnjë para bujqve dhe blegtorëve shqiptarë. Ne u kërkojmë llogari për partizimin dhe politizimin ekstrem të administratës, të arsimit.
Ne u kërkojmë llogari për korrupsionin, rishfetin, për monopolizimin e mediave. Ne u kërkojmë llogari që sot këto kanë degradu dhe denigru popullin shqiptar duke ja lënë alternativën e vetme që ai të emigron në botën e jashtme. Nëse këto mendojnë se ato 20 vite që i kishin në emigracion duhet t'i zaventsojnë me 20 vite në pushtet që shpërngulin shqiptarët, ne nuk do i lejmë, apo jo? Të nderuar antar të Rilindjes Demokratike Kombëtare, ne nuk pakzuam partin ton rastësisht, Rilindje, Demokraci dhe Komb. E pakzuam sepse e ditëm se këto objektiva, këto qëllime, këto synime mund të mbrihen duke bashku forcën ton politike, ekonomike, arsimore. Ne ishim dhe jemi për një unitet të mirëfillt kombëtar, po për unitet në projekte, në punë, në rezultate, jo në bosh muhabete, siç na i shet dikush që flet për ara, livade, për sallata dhe që flet për vend, për komerc. Ne i themi se në Rilindjen Demokratike Kombëtare ka njerëz të ditur, ka njerëz të mençur, ka njerëz të moralshëm, ka njerëz që janë më të Zotit, jo se grupacione tjera politike, po edhe më të Zotit se maqedonësit. Ka njerëz që faktorin ndërkombëtar ua ka pranuar relevancën. Pyetni në bazë të cilave kriteriume ato i zgjedhin deputetët, ministrat, ambasadorët. Ato nuk kanë të drejtë sot të dalin dhe të flasin për unitetin e rejshëm, se ishte pikrisht RDK-ja që u ofroi kandidatin e përbashkët për kryetar shteti dhe të dy partit tjera nuk e pranun se të dy e lojën, njëri të Mjallkovit, qetri të Nikola Gurevskit. Ishte RDK-ja që u ofroi listën e përbashkët të deputetëve shqiptar, që ne t'i marrim së paku 30 deputet shqiptar dhe ne të vendosim se me cilën parti maqedonase do bëjmë qeverin. Ishin të dy që nuk e pranun këtë ofertë. Me një fjalë, kemi qenë dhe jemi për unitet programor, për unitet në dobi të popullit dhe jo për unitet në dobi të xhepave të njërës ose të tjetrës. Mendoj se ambienti politik tashmë thjellohet. Do të binë maskat edhe këto 8-9 ditë të kampanjës. E pat njërin që gjithmonë gabon për 1-0. Thoshte do merr 350.000 vota dhe mori 35.000 vota. Dhe vazhdoi të pinë një kafe me një njeri të cilin e ka jaran të vjetër. E pat edhe storjen e tjetrit. Folte për kryetar konsenzual, për diçka që nuk e njeh as legjislatura jon, as kushtetuta, po nuk e njeh bota. Dhe këtë lojë e bonte sepse ka një marrëveshje që ta merr spikerin e parlamentit. Ne i themi, mos ngatroni emrat dhe mbiemrat e disa funksionarëve që nuk kanë peshë me të drejtat kolektive të kombit shqiptar, me parat e shqiptarve, me punësimet e shqiptarve dhe me investimet e shqiptarve. Këto çështje nuk rregullohen me figura, si që rekomandojnë ato. Këto janë çështje statutore, këto rregullohen me ndryshim kushtetute, me mekanizma konsenzusi, me garancione juridike se për parat tona do të vendosim ne, jo të tjerët. Krahasoni numrat që i përmendte profesor Veseli dhe numrat e projekteve dhe projektet që i realizojnë të tjerët. Dhe të tjerët flas për Maqedont, vetëm për 7-8 vitet e fundit
ka realizu mbi 1,5 miliard euro investime të huaja, po ku? Në Shkup, Strumic, Prilep, Manastir, Ohër. Cilin investim këto e kanë bërë nga jashtë dhe mbrenda? Ndëgjoni spotet e bashkëpunëtorëve të tyre të vëmëros, si të njërit e të tjetrit. Flasin për mbidimi i projekte të cile do realizohen në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Dhe ato flasin për qindra miliona euro investime në rrugë, kanalizime, shkolla, spitale. Dhe ndëgjoni muhabetet e këtyre tjerëve. As kundi nuk ka projekte, nuk ka shuma. Dhe ku është problemi? Problemi është në pafuqinë e tyre politike, në kuadrët e dopta, në korupcionin dhe hajdutlëkun e madh, që u ka mbulu mendjet, syt dhe që i ka bërë të jenë vegla dhe objekte të politikës maqedonase. Jam i bindur se ju keni përshtypjet për ne, përderisa ishim në komunë, keni mbresat shumë pozitive për deputetin ton Izet Zeqiri dhe të tjerat, dhe qeni të bindur se oferta e vetme programore, kadrovike, që mund të zgjedh problemet e shqiptarve, është vetëm rilindja demokratike kombëtare. Qeni të bindur se ne nuk i kemi frikë to frikaveca që kërcënojnë popullin shqiptar. Si kemi pas frikë as komunizëm, as tash dhe as njerë. Prandaj u themi, lenja popullin të qetë. Populli ka bindje, mendje dhe është gjithmonë më i mençur se politikanët. Dhe këtë radhë, populli shqiptar në Maqedoni në shumicën ndërmuese do voton për rilindjen, demokracinë për kombin, do voton për EDK-n. Faleminderit.